Faleminderit përveç se që pajtohem me secilën fjalë që ja tha kryetari i LDK-s, dua po ashtu që edhe një herë ti falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për krahjen që na kanë dhënë në këto zgjedhje, të cilat përkundër kohës tepër të shkurtë që kishim në dispozicion për fushat dhe për ta prezantuar vizionin ton, e rritën LDK-n apo bazën elektorale për rreth 34%, apo tani jemi në 20 mandate, apo me 5 pikë përqindje, që është rritja më e madhe që ka pasur cili do subjekt politik që ka garuar në këto zgjedhje. Natyrisht që ky është vetëm hapi i parë drejt ringritjes, por kjo rritje na jep shpresë se jemi në rrugë të drejtë dhe edhe me shumë më shumë punë në terren e afër qytetarëve tonë, besoj që LDK-ja do të vazhdoj të ringritet edhe në muajt e vitit në vijim. Dua t'i falenderoj po ashtu të gjitha institucionet që kanë qenë të angazhuara sot gjatë ditës për një organizim të rregullt dhe pa asnjë incident të procesit zgjedhor. Edhe njëherë kjo ka dëshmuar fuqinë e demokracisë në vendin tonë, edhe pse siç u pa kësaj rade pjesëmarrja ishte relativisht më e ulët në krahasim me proceset e tjera dhe kjo është krejtësisht normale, duke ditur që qytetarët janë lodhur me procese zgjedhore dhe me krizat e pafundme, që është arsyeja pse që nga nesër gjithë angazhimin ton do ta fokusojmë që t'i japim vendit institucione, në mënyrë që urgjentisht të ndërmerren hapa që e nxjerrin Kosovën nga kriza dhe i ndihmojnë vendit që të arrijë suksese si për brenda ashtu edhe të fuqizohet jashtë. Qytetari nëpërmjet votës së vet ka ndihmuar që të ribalansohet skena politike, nëpërmjet votës së vet i ka ndihmuar demokracisë, që ka qenë pikrisht thirrja jonë për gjatë kësaj fushate, dhe siç e tha edhe kryetari i LDK-s, njëkohësisht ka ndihmuar që të refuzohet përçarja dhe të pranohet koncepti i bashkimit si vizion, i cili duhet të qohet përpara edhe nga ne, por edhe nga gjithë qytetarët e Kosovës. Siç e thash, ky është vetëm hapi i parë, është një hap jashtëzakonisht shpresdhënës për ne. Me punë të vazhdueshme afër qytetarëve tanë jemi jashtëzakonisht optimist pas këtij rezultati. Koha e ringritjes vetëm se ka filluar dhe nuk ka asgjë që e ndal. Në të qoftë se